A je ndjerë ndonjëherë i tradhtuar nga njerëzit e tu? Nëse po, të lutem më ndiq deri në fund, ndërsa dua të ndaj sot me ju një histori shumë të dhimbshme, por me një fund shumë inkurajues, që shpresoj do ju bëj të mendoni 2 herë vështirësitë edhe të mos hiqni dorë. Jozefi ishte 17 vjeç kur vëllezërit e tij e shitën si sklav. Jo armiqt, por vëllezërit. Përfundoi në Egjipt ku u ble nga Potifari, një nga njerëzit e fuqishëm të faraonit. Punoi në shtëpinë e tij me ndershmëri dhe ju besua gjithçka. Por kur më në fund dukej sikur jeta e tij po merrte për mirë, ndodhi ajo që nuk e kishte menduar. U akuzua padrejtisht nga gruaja e Potifarit për përdonim. Në fakt e vërteta ishte që ajo kishte vënë syrin Jozefit duke qenë se ishte një djalë i ri dhe i pashëm, por Jozefi në ndershmërinë e tij nuk pranoi që të flinte me të, duke i thënë: "Ja, im Zot më ka besuar gjithçka në shtëpinë e tij, kështu që si mund të bëj unë këtë gjë të keqe për të." Gjithashtu ai tha që nuk mund t'ja bëj këtë gjë Perëndis tim. U fut në burg pa gjyq të drejtë, pa mbrojtje, pa dëshmitar, pa zë. Ishte thjesht një sklav. Por Bibla thot se Zoti ishte me të edhe në burg, një paradoks i madh. Ne mendojmë se Zoti është me ne vetëm kur ne jemi në pikat e larta të jetës tonë, por Zoti ishte me Jozefin në pikën e tij më të ulët. Roja i burgut i besoi administrimin e të burgosurve të tjerë pasi e pa karakterin e Jozefit. A nuk është një paradoks tjetër? I burgosur, por i besuar dhe në një farë mënyre i promovuar. Në burg, Jozefi shpjegoi 2 ëndra dhe që të dyja dolën të vërteta. Njëri ishte kupmbajtësi i faraonit dhe tjetri ishte bukpjekësi. Bukpjekësi u ekzekutua ashtu siç edhe Jozefi interpretoi ëndrrën, ndërsa kupmbajtësi u thirr edhe një herë pranë faraonit për të shërbyer pranë tij, po ashtu siç Jozefi kishte interpretuar ëndrrën. Kupmbajtësi i premtoi që do të kujtohej për të, por në fakt e harroi. 2 vite të tjera heshtje. Ndoshta sot ti ndihesh kështu, i harruar, i lënë pas, i dënuar për gjëra që nuk i ke bërë. Ose dikush të ka premtuar ty të bëjë një nder dhe një favor dhe ka harruar, nuk është kujtuar më për ty, duke të lënë në gjendjen ku ishe. Por historia e Jozefit nuk mbaron te burgu dhe kjo është pjesa më e bukur e saj. Një natë faraoni pa një ëndër që askush nuk mund t'ia shpjegonte dhe atëherë kupmbajtësi u kujtua për Jozefin në burg dhe i tha që unë njoh një sklav që është në burg që mund të interpretojë ëndrat e tua. Kështu që shkuan dhe thirrën Jozefin dhe e sollën përpara faraonit. Brenda një dite, Jozefi kaloi nga qelia në pallat, nga i harruar në njeriun e dytë më të fuqishëm në Egjipt. Ishte 17 vjeç kur u shit dhe 30 vjeç kur u ngrit, rreth 13 vite proces, por në asnjë sekond nuk ishte jashtë planit të Zotit. Dhe kur përball me vëllezërit e tij, ai tha: "Ju menduat më bëni të keq, por Perëndia e përdori për të mirë." E gjeni historinë te Zanafilla 50:20. Njerëzit mund të tradhtojnë, mund të akuzojnë, mund të harrojnë, por Zoti nuk të harron. Mos se mbyll historinë e jetës tënde me kapitullin e burgut. Nëse sot je në errësirë, qëndro besnik, ashtu si Jozefi, sepse Zoti po punon edhe kur ti nuk sheh asgjë, edhe kur duket sikur nuk ka asnjë fije shpresë, dhe kur Perëndia hap derën, askush nuk e mbyll. Po ju lëm me një pyetje. Apo e lejon dhimbjen të mbaj të mbyllur në burgun apo errësirën tënde që të tjerët të kanë shkaktuar, apo do t'i besosh Zotit dhe thërrasësh atij, sepse ai po përgatit një të ardhme për ty. Zoti ju bekoft dhe nëse nuk më ndiqni, por ju pëlqejnë materiale të tilla që sjellin shpresë edhe motivim, që na ndihmojnë të shohim anën pozitive të jetës dhe që bëjnë lidhjen e jetës së përditshme, sfidave, martesës, etikës, punës dhe aspektit shpirtëror, ju ftoj që të më ndiqni. Zoti ju bekoft dhe dëgjohemi në videon tjetër.